Ne e dim që në shkollë të lartë nuk mund të shkonte çdo kategori sociale atyre viteve, prandaj pjesa dërmuese e studentëve ose atyre që i dinin të drejtat studimit ishin nga familje komuniste ose me biografi të mirë. Sigurisht që në fund të viteve 80 pati tek tuk student që vinin edhe nga familje me biografi të keqe ose nga familje të përsekutuara, po ishin shumë pak për të bërë të përmbysje që ju pretendonin mbas na thënjeshën. Tashi, pse ndodhi ky fenomen? Kjo ndodhi në radhë parë sepse ra enverizmi, po elita enveriste nuk ra. Pra ishin po ato studios, historian, pedagog, profesor, pra gjithë burokracia ishte po e asaj periudhe. Pra ra sistemi, po nuk ra kasta, pra intelektuale ose elita intelektuale atyre viteve. Prandaj, edhe ky proces i dekomunizimit ose i një lloj refleksioni që duhet ndodhte ndaj krimeve të komunizmit nuk ndodhi. Sepse elita tona ishin totalisht të prodhuara ose produkti i atij regjimi. Madje edhe sot kësaj dite ne kemi kolegë studiues, historian apo edhe intelektual të njohur publik që akoma përpiqen që në forma ndryshme të relativizojnë, sepse gjithë loja për të rehabilituar krimet e komunizmit dhe Enver Hoxhën është relativizimi. Pra nuk kemi qenë aq keq sa thoni ju, nuk se janë bërë krime sa propagandohet, ose përpiqen që të kapin vetëm ato anët e mira në thojza të regjimit komunist. Për shembull, përpiqen të amplifikojnë arritjet në shëndetësi. Sigurisht ka pas një farë kështu arritje në fushën e sistemit shëndetësor, sepse ky shërbim ushtri pothuajse në gjithë zonat rurale të Shqipërisë. Por, kjo ka qenë me faza të caktuara, pra ka pas momente që ishte mirë, pastaj mbas prishjes me Kinën, për shembull, në Shqipëri nuk ishte pothuajse asgjë nga ato medikamentet e nevojshme për sistemin shëndetësor. Unë këtë e kam me provë sepse te historia shqiptarëve të gjatë shekullit 20 kanë mbuluar sistemin shëndetësor të atyre viteve. Pra ka qenë një krizë totale mbas prishjes me Kinën. Madje nëse marrin vetë në thënjishin kur hapën këto rezervat e shtetit në disa qytete, njerëzit hapnin ato ampulat ose qiringat prej xhamit që kishin ardhur në kohën marrëdhënieve shqiptaro-kineze. Një arritje tjetër që këta kapin kështu si që e vlerësojnë kohës komunizmit është arsimi. Po në të vërtetë kjo është një sofizëm, pra diçka që në pamje të parë duket e drejtë, por në fakt është shumë e gabuar. Pse? Sepse është e vërtetë që regjimi komunist e çoi përpara procesin e alfabetizimit, pra çoi në gjitha zonat rurale ose malsi, por këtë bëri për një arsye të vetme, që ishte indoktrinimi i popullsisë me ideologjinë komuniste. Pra bëri për këtë arsye. Kishte edhe një arsye tjetër faktikisht, që kjo fillon që më herët, është nevoja për krah të kualifikuar pune. Pra çdo regjim, çdo sistem diktatorial, në radhë parë bën për të indoktrinuar njerëzit dhe e dyta për të kualifikuar krahun e punës, pra për përgatitur punëtor. Një arritje tjetër që këta e vlerësojnë komunizmin është elektrifikimi. Pra edhe këtë e quajnë arritje shumë të madhe elektrifikimi. Mirë, dakord, pa marrim si një arritje të madhe elektrifikimin, por sistemi shëndetësor dhe sistemi arsimor do të parë me rezervë sepse na solli këto pasoja që themi ne, pra sistemi arsimor, pra indoktrinimi, prodhimi një shtrese njerëzish që janë të indoktrinuar edhe pas në thënjishit në ideologjinë, sigurisht ata nuk artikulojnë haptas, por në subkonsciencë gjithë qasjen ose sjellin edhe raport në shoqëri, po edhe më shumë fenomene të jetës përditshme e kanë qasje kështu totalitare. Pra që kur diskuton ti për një diçka, ai thotë o kështu si them unë ose pra janë shumë përjashtues akoma njerëz në Shqipëri dhe kjo vjen për shkak të ndikimit të regjimit komunist. Në radhë parë këto janë fenomenet pa studiuara, si fenomene, në aspektin historik them. E dyta pastaj para 2-3 ditësh pata një debat me një zotëri, i cili pikërisht ushtronte këtë problem. Pse duhet paguaj unë për ish burgosi politik? Dhe unë u përpoqja të argumentoj që ne duhet paguajmë sepse një pjesë të mirë të veprave kryesore të atyre viteve ose të urbanizimit e tjerë i ka ndërtuar të burgosit politik pa pagesë ose në kushte shumë të rënda pune. Pra ti i detyruar së shoqëri se ke përfituar vepra publike të ndryshme nga puna atyre pa paguar dhe i detyruar që pas në të njëshit ti dëmshpërbleje. Aq sa mund të ishte dëmshpërblimi material, sa i morali nuk është pra nuk e dëmshpërblen dot njeriu nga aspekti moral.
Madje unë them që ana shpirtërore dhe psikologjike, familjare. Unë them që dëmi më i madh dhe më i pakompensueshëm që regjimi komunist i ka bërë shqiptarëve është dëmi i human. Është dhe i pamatshëm nga ana shkencore. Gjithsesi kjo puna ose veprat publike që kanë ndërtuar ish burgosi politik është një gjë e pastudiuar, por nuk kemi një studim sot kësaj dite që të jetë bërë për provu sa kanë ndërtuar këto ish-burgosur dhe sa është vlera atyre e injektuar në ekonominë shqiptare të atyre viteve, por dhe koeficienti në ditët e sotme. Dhe kjo është bërë qëllimisht me fjalë, është bërë qëllimisht, është neglizhuar me fjalë, është ata janë parë si thjesht si sklever. Si sklever, pra njerëz që ishin detyruar punonin me regjimin pa asnjë shpërblim monetar. Është diçka akoma më e pamatshme. Sepse një pjesë e përkthyesve shqiptar nuk ka lënë as mbas 91 nuk ka lënë as dëshmi. Pra kanë punuar si sklever, kanë përkthyer për Ministrinë e Brendshme, për Ministrinë e Mbrojtjes, për Ushtrinë Shqiptare, për sigurimin e shtetit dhe shumë vepra që ata i përdorin për përdojnë brendshme, me fjalë, pra vepra teorike, ishin përkthyer nga një sektor i posaçëm që krijohet diku nga vitet mbas 46-47 deri nga vitet 50 ka qenë sektor në vete në burgun e Tiranës, pra sektor përkthyesësh nga gjuhë të ndryshme, por si fenomen pastaj në burgjet shqiptare ka funksionuar në vitet 70-80. Po nga dëshmitë që kanë lënë Jusuf Verioni dhe intelektualë të tjerë të atyre viteve, ish burgosur politik, dokumentohet që ka qenë sektor në vete pra në burgjet shqiptare. Tani ne prap edhe për këtë nuk kemi një bilanc se çfarë është përkthy. Prandaj shoqëria shqiptare dhe institucionet shkencore kanë si detyrim shkencor dhe moral që të bëjnë një studim, por faktikisht nuk është në fokus të politikave shkencore të shtetit shqiptar kjo puna e ish-burgosë politik apo të përkthyesve të nderuar. Shikon jam pjesë e Akademisë Shkencave, unë punoj në Institutin e Historisë, i cili varet nga Akademia Shkencave. Që nga 91 Akademia apo institucionet e tjera shkencore kanë pas një mungesë vullneti dhe vëmendje. Se faktikisht kjo duhet vite nga sipër, pra sa që bën politika atë është qeveria. Pra janë partitë politike, janë grupet politike që orientojnë institucionet shkencore. Fund fare janë në punë së shtetit. Nëse shteti nuk jep një orientim ku unë duhet të shërbej shtetit, pra për çfarë ka nevojë shteti, edhe unë marr një orientim tjetër. Pra është çështje politike, vullneti politik, edhe orientimi i studiuesve dhe historianëve për sa i përket studimeve. Nëse këtu ka pasi konsensus përgjithshëm për t'i vë kapak kësaj pune. Pra nuk kanë dashur që ta se edhe sasia e njerëzve që kanë përfituar nuk ka qenë e vogël, pra gjithë nomenklatura komuniste, pra gjithë burokracia, administrata, drejtuesit në një formë apo një tjetër kanë përvetësuar punën intelektuale apo fizike të ish-burgosit politik dhe nuk kanë qenë të gatshëm moralisht ose qytetar që të pranojnë këtë fakt. Po ja, unë kam pasur përvojë personale. Unë në 2006-2009 mbaroj një master në Istanbul, në Turqi, për histori, dhe doja që të vazhdoj doktoratën. Mirë po bursat, Ministria Turke e Arsimit ja dërgonte Ministrisë tonë të Arsimit në atë periudhë. Pra ja dërgonte shtetit shqiptar për t'i shpërndarë. Dhe këta çfarë bënin? Nuk i deklaronin, pra nuk i bënin publike në webin e Ministrisë së Arsimit apo në shtypin e kohës që kanë ardhur kaq bursa për këtë fushë dhe kush interesuar të aplikojë. Nëse unë marr informacion që shteti turk kishte pru bursa për doktoratura, sepse nuk mund të qëndroj edhe 4 vjet tjerë atje me financimin e familjes time. Kisha nevojë nga për mbështetje shtetërore. Edhe shkoj te Ministri i Arsimit dhe ai drejtori për mbrojtjen e jashtë ishte një ish oficer i sigurimit të shtetit, pra i zbulimit shqiptar. Kishte punuar dhe jashtë. Dhe në kohën e Partisë Demokratike, meqë ta themi sot, ishte drejtor i marrëdhënieve me jashtë të Ministrisë të Arsimit. Se kam qenë vetë dëshmitar, kam shkuar, kam takuar personin, kam aplikuar dhe pasi u ktheva në Istanbul, vjen një telefonat nga Tirana dhe thotë që ne nuk kemi dhënë doktoraturë, por kemi dhënë bursë kërkimore 1 vjeçare. Edhe unë i them që unë kam 3 vjet dhe gjysmë Istanbul, çam duhet bursa 1 vjeçare, mund duhet bursa për doktoraturë që të kualifikohem. Pra nuk e mora dot bursën. Unë nuk po i vë faj personit konkret që ai ka qenë shkaktari kryesor, po duhet të them që ky individ
mbante një detyrë të lartë në Ministrinë e Arsimit në atë periudhë. A do ta mbante apo jo? Ai mund ta mbante diku tjetër, një institucion që kishte bënte me fushën e tij për shkak. Po mbaj një qendrim mbasnjalësh. Po marrim sikur ky nuk ka kryer krime. Ky ka pas një funksion në ambasadat shqiptare jashtë, por funksioni i tij mbulon dhe migracionin politik shqiptar. Dhe ky ka qenë i detyruar që kur bënte raporte për migracionin politik shqiptar t'i bënte ato raporte sipas orientimit ose qasjes ideologjike që qeveria dhe regjimi i Tiranës mbante ndaj tij emigracionit. Pra ka qenë i politizuar, ka qenë pjesë e një sistemi ose një i shërbimit sekret që nuk ja lejon që të mbajë një detyrë kaq të lartë. Ti je drejtor për marrëdhëniet me jashtë në Ministrinë e Arsimit. Pa gjyku fare personin nëse ka bërë dëm apo jo. Por si puna këtij ka pas shumë. Shiko, sigurimi i shtetit mund të ketë pas mbi 100-130.000 informator në gjithë Shqipërinë. Dhe u mbaj mend kur u diskutu çështja e ligjit të lustracionit, isha jashtë që bëja master. Atëherë kam bërë një shkrim që pse shumë faktorë të jashtëm dhe të brendshëm nuk kanë interes ta bëjnë ligjin e lustracionit. Edhe të huajet nuk kishin interes. Pse s'kishin interes? Unë kam bindjen, nuk kam prova për moment, po ndoshta më vonë mund provohem që një pjesë e këtyre informatorëve ose edhe punonjësve të sigurimit të shtetit ja përdor nga shërbimet e hera mbas shërbimet e huaja mbas të njëjshëm. Sepse ta ishin si fibrat optike. Imagjino të kishe di në mos 100 e sa mijë informator, po 20-30.000 informator i ka pas ai deri në atë njëjshëm, deri kur ishte sigurimi i shtetit. Ti kishe në gjithë Shqipërinë. Kjo është si fibrat optike, si interneti që është shtrirë nga veriu në jug. Pra është një infrastrukturë e gatshme. Dhe këta i përdoren pra këto informator ose ish punonjës të sigurimit për shërbime tjera, sepse ata ishin një aset në gjuhën profesionale, një aset i gatshëm, një rrjet i fibrave optike në gjithë Shqipërinë. Dhe prandaj kështu argumentoja në shkrimin që këta nuk kanë një interes të shmangin sepse janë duke i përdorur akoma. Dhe nuk ma botuan atëherë këtë shkrimit. E të shohën 2-3 media, nuk ma botuan dhe edhe në paqe ndoshta ishte nxitur në film, sepse kjo është një argument shumë i fortë që tregon që këta njerëz janë përdorur me fjalë. Ja, edhe vazhdojnë të përdoren. Sepse janë si një person që ka qenë informator ose ish punonjës së sigurimit, ai s'di të bëj punë tjetër. Edhe nëse bën tani punë shitës apo kodion, prapë ai në profesionin e parë ka atë që ka marrë, më thënë. Në radhë parë këtu fajin e ka media. Sepse edhe kur e marrin, shumica e gazetarëve nuk dinë të bëjnë pyetje. Pra, nuk dinë të marrin dëshmi atij, se janë pa përgatitur. Se ndoshta edhe nga ai mësojmë. Çfarë mësojmë? Për shembull, ai rrëfen se si ish shefi i sigurimit i kërkon një material ku dion acid për të shkrirë trupin e Mehmet Çeut, mos gaboj. Për ta zhdukur si këto bandat e narkotrafikantëve, që kemi parë në filma. Pra, edhe nga ai mëson diçka nëse ne do dimë të bëjmë pyetje. Pra, ti marrim dëshmi. Por shumica e gazetarëve bien pre e këtyre individëve. Pra, ka shumë si punaktit, ish funksionarëve të lartë sigurimit, të cilët madje deklarojnë për televizionet tona që sigurimi i shtetit nuk ka rekrutuar njerëz me dhunë, ose që sigurimi i shtetit nuk ka eliminuar njerëz në jashtë Shqipërisë ato vite. Pra gënjin kështu hap pas i fare, pra një gënjeshtër aq e trashtë mund nuk është parë ndonjëherë. Ne kemi fakte dhe prova që sigurimi i shtetit, pjesën ndërmuese të rekrutimeve, të informatorëve, brenda dhe Shqipërisë e ka bërë me presion, me material shtrëngues ose me dhunë. Pra nuk është bërë kështu në mënyrë vullnetare. Në mënyrë vullnetare mund të ketë bërë dikush me fjalë, por 99% e rekrutimeve janë bërë me material shtrëngues, pra me presion. Pra është defekt që e kemi ne media shqiptare, gazetarët, në përgjithësi shoqëria jonë. Prandaj dëshmitë që këta japin janë të helmatisur atë. Pra është diçka helmatisur, pra ti e gëlltit, por në të vërtetë merr helmin që ai jep. Po pra, ata po presin të fitojnë kohë, që një edhe misioni atyre të mbarojë dhe të dalin të përgatisin elita të reja, siç i përgatiten këta. E dyta pastaj që edhe brezi ishte për strukturave, ishte për ndërhyrje politik, po edhe i intelektualëve që janë koshiencë për ato që kanë ndodhur, ose të vdesë ose të plakën, që mos ketë njëri të kërkojë llogari. Sigurisht që ata të gjithë po të shikosh origjinën e kanë të njëjtë, mënyrë se si janë katapultuar në të njëjshëm, sepse ne na qeverisin
persona të cilët kanë pas lidhje të drejtë për drejta me sigurimin e shtetit. Ka një letër Kadareja që ja dërgon Ramiz Alis, mos gaboj, dhe i thot për dajën e kryeministit sotëm. Për djalin e Dajës, nuk mos gaboj, Sfira Kolekës, sa i ka qenë oficer i lartë i sigurimit. Pra është gjithë, po ti kërkosh rrënjë dhe aty dalin gjithë, që kanë pas një lidhje me një të afërm ose jo, po kanë një origjinë përbashkët gjithë elita politike shqiptare. Asgjë nuk ka ndodhur rastin në Shqipëri. Për mendimin tim, unë e them haptos që ka qenë një shpërthim i kontrolluar edhe në të njëjtin. Tashi, dakord, atyre situata në disa qytete, po në vend caktuar i ka dalë jashtë kontrollit. Por që ka qenë shpërthim i kontrolluar, ajo duket të ngjarjet dhe njerëzit që u infiltruan më vonë, pra që drejtuan shtetin shqiptar më vonë.